Atëherë, kjo duhet të ketë një derë tjetër, që tregon që ka dhe një kat tjetër për minus njëshit. Ka derë tjetër aty? Ka një derë tjetër, duhet që është derë metalike. Është derë metalike? Po. Do me thënë, pjesa e brendshme poshtë derës metalike i bie tjetë e përmbytur e gjitha? Po, besoj që është e përmbytur dhe duhet të gjetë një degëzim, sepse ka dhe kalbëzim ujrash, kalbëzim qelikut. E cila mund të ketë bërë drenazhimin nga jashtë. Pra i bie që, po kjo mund të jetë mushka jashtë. Pra i bie që dera e dytë hapet vetëm nga brenda. Besoj që dera e dytë hapet nga brenda. Pra këtu jemi me derën e parë që hapet po nga brenda, ka një derë të dytë që hapet nga brenda, që është tani e gjethe, po që është rreth 1,5 metra. Atëherë ke shenjën e ujit tu? Po. Shiveni. Ka që shenja e ujit, shive. Deri këtu është e mbushur me ujë, por uji nuk të lejon të shkosh më tutje, sepse poshtë ka një derë qeliku si kjo. Hipën do të ke dritën. Ka një derë qeliku si këtë qeliku që është tu në puset, pra shiheni, deri këtu. Pra deri këtu shkove, deri këtu është uji. Po. Dhe deri këtu pastaj ndesh në një puset, ka një derë tjetër, edhe vetë ndriçimi tregon që ka një sistem tjetër katërsh poshtë, sepse ndriçimi është shumë afër me derën, me mbylljen e minus njëshit. Pra kjo është dera e parë, një derë e dytë është e pamundur të hapet nga jashtë, duhet hapet vetëm nga brenda si qym, dhe ndërkohë siç e pat edhe në pjesën e brendshme të tunelit ka një derë të parë dhe ka një derë të dytë, pastaj ka një derë të tretë që është dera e brendshme poshtë që ishte e hapur pak për vërtetës. Po ishte e hapur. Aty ishte e hapur, prandaj Alfred Mojsiu thoshte askush nuk e di çfarë bëhet nëse dyert janë të hapura, nëse kanë mbetur të mbyllura dhe sot janë prishur mekanizmat hapës të tyre, por një gjë është e sigurt. Ndoshta duhet të ketë një sistem nga lart që mund të shohim çfarë degëzimesh ka satelitor për të parë çfarë degëzimesh ka nën tokë për të përcaktuar se ku është tuneli që evakuonte Enver Hoxhën dhe familjen e tij nga qendra e bllokut në drejtim të pallatit të brigadave. Po shumë e vështirë. Ju s'keni hyrë ndonjëherë për këto sisteme të tuneleve? Ne jena hyrë një sistem tunelesh në sipër tek jo ke Bungartit, tek pjesa sipër Kodrës, tek Kodra Diellit. Po? Është një sistem i vjetër tunele, janë sisteme përgjithsisht mos përdor ushtria për ushtrime dhe gjëra. Është sistem tunelesh edhe atje. Po që janë më të mirë mbajtura? Ja, i kanë prishur, po është ke pjesa pamje sipër që lidhet në sistemin ke labidari. Po sistemi. Po çfarë mund të bëhet me ujin? Nëse e heqim, ku mund të shkojë? Duhet pompë për ta hequr? Duhet një pompë thithse. Pompë thithse. Po duhet dinë edhe ku ta shkarkojmë më, sepse ai ujë që ne do nxjerrim, ai mund ta lepi pra toka dhe mund ta sjellë këtu. Do të ti e heq nga toka e rifut prap. Toka që mund ta kulloj prap këtu. Me eksperiencën që ke edhe nga bodrumet dhe gjërat, ky është ujë i shiut apo është i përmbytur? Sepse bunkeri është i veshur me fletë qeliku të gjitha. Nëse shoh ky është ujë shiu, se kur shoh në tuba aty që është për aerosin e betonit ku është qeliku. Po. Shikoni është një Po e shoh, po. Pastaj janë dhe kapujt këtu që këtu mund të jetë. Mund vjedhe nga kapujt. Mund vjedhe nga kapujt. Po është si përfaqësore edhe normalisht. Nga puseta lëpirë dhe ka mbushur nga shiret e rëmbyer. Është një vogël aty që përdoret për aerosin beton. E shoh ja ku është tubi. Edhe pjesa nuk ka gominat hermetike dhe mund të ketë ardhur nga shiu. Po gominat i ka, po janë amortizuar 40 vjet, shive ja ku e ke gominat. Ja ku është. Pjesëve të tjera, edhe po të shohësh edhe ujë, po ta shohësh si kalon shenjën që ka ardhur nga sipër, edhe ka vazhduar që është lëpirë poshtë. Pra keni parasysh që ky është një tub. Nën këtë tub është një derë tjetër që hapet vetëm nga brenda. Sistemi pra me sa duket ka qenë i tillë që vetëm nga shtëpia brenda mund të dilë jashtë. Askush nga jashtë nuk mund të hynte brenda në shtëpi. Çështje sigurie, keni parasysh që çdo 12 metra në këtë perimetër kishte një oficer të drejtorisë dytë të ruajtjes personaliteteve, të cilët ishin stërvitur në fakt në shkollën speciale në vitet e para të KGB-s në Moskë për mbrojtjen e personaliteteve. Është shumë interesante madje. Rojet e vjetër që unë kam takuar për diskutuar për vetvrasjen e Mehmetçeut më tregonin që dhe sistemi i mbrojtjes 12 volt i sistemit dritave ishte i tillë që mos prekje 220-shin asnjëherë për Enver Hoxhën. Tani kallamin s'po ja hedh, ta kemi këtu ta ruajmë. Shkojmë futemi brenda Gerta, shkojmë tani çajm prapë po hym nga këtej jo nga pjesa e brendshme.
ti si e zbulove çështjen e tuneleve? Para 15 vitesh isha student e arkitekture. Po, para 15 vitesh student e arkitekture dhe? Po, dhe nga profesorët e mi dëgjova gjatë një leksioni për tunelet e Nëndeshëm. Po tunelet e Nëndeshëm përgjithësi të Tiranës apo këto të shtëpisë e Mberogjës? Këto të shtëpisë e Mberogjës dhe të Tiranës dhe një mundësi e cila mund të jetë që të tunelet e bllokut mund të shkojnë deri në aeroport. Tunelet e bllokut mund të shkojnë deri në aeroport? Po. Dhe nuk e di sa e vërtet mund të jetë që tunelet e bllokut të shkojnë deri në aeroport, duhet shumë e vështirë. Aq më tepër që parimi i tyre ka qenë që askush të mos kishte mundësi të kishte akses deri në aeroport do duket diku. Shive si është dera e dytë, kjo është dera e dytë këtu, shiheni. Pra praktikisht kemi derën e parë ku hym, derën e dytë, derën e tretë. Edhe këtu duhet këtë pasi dalje, por derën e tretë, ja ku ka. Ma jep levën, e kemi levën? Më sill pak levën, prit se që nga interesante kërta këtu. Ma jep pak levën. Kej hapësirë dhe fute levën edhe luaj pak. Mos pa heq. Po të japësh dhe pak e hullën tokë. Është derë qeliku. Kjo është derë. Kjo është derë absolutisht. Ta heqim një fletë. Ua, jo. A mund të ngrihesh këtu sipër të shohësh pak? Prit të të bëj vend për. Që mund ta heqin ta shohim? Prit, kujdes se po heq gjithën. Mund të spostoni pak mbrapa? Po. Gjerë dera dhe... Po, jo s'ka dera të zbje dot. Se ka klapa. Tani u bë më interesante, se po dim fare ku po shkoj. Është futur me klapa, vetëm mundohu ta shohësh pak sipër. Ka vesh dot? Të ndihmoj? Ma leva. Çka ka? Kjo ka një hapësirë dhe mund të ketë një derë tjetër që vazhdon. E kanë mbyllur. Ajde sistem, ajde më lërje ta shoh vet. E kanë mbyllur edhe me shina vagonash. Është me shina vagonash. Ku mund të vendosum këmbën? Ma hap një hapësirë këtu, më bëj një hapësirë të vogël. Atë po trypesh të pak. Nëse të një mëllë të pak. Ua. Prit se unë bushë më unë. Kjo është, po, është e mbyllur e gjitha, por është tunel. Të qetë tunel që të është mbyllur. Është tunel. Do me thënë, nuk jemi vetëm tej këtë. Po. Është tunel, mos se hap tokë se ka një derë të dytë. Do me thënë, këto janë sistemet shef dot aty? Jo, janë shina këta, janë shina dhe nuk të jenë pamin, janë shina vunë me njëra mbi tjetrën. Janë shina të vëna njëra mbi tjetrën, po sipër dallohet që është shifeni. Ma jep çikë, e kemi kallamin gjë? Ma jep çik kallamin? Por më dhe një provë të fundit, deri ku na lejon. Ajo Këtu është dera. është pjesë e derës dhe vazhdon pjesa se ishte pjesa shkallët që kishim. Pra edhe këtu është minus, shkohet në minus. Por mund të lidhet me pjesën e asaj, që është dalja ke pjesa që hym nga jashtë, mund qetë -2 që vazhdojmë poshtë me daljen e emergjencës, ishte mbyllur. Qose nga njëjta drejtim, flas nga njëjta drejtim. Ecë.